thjesht për të ndihmuar një vëlla, sondaj se unë i dërgoj miqsinë, ai më dërgon një video, sondaj parë në Korintasve 6 që do të dim karakterin në radhë të parë të apostullit që kishte ligjin e Zotit në zemrën e tij. E kemi ne ligjin e Zotit në zemrën tonë, se Mesina e kishte ai. Krishtin e vërtetë, apostulli Shaul, me njëjtur pali, e kishte në zemrën e tij. E kishte në zemrën e tij si birin, si atin dhe ligjin e Zotit. Dhe kështu ai ishte pa njolla. Nuk e shkelte ligjin e Zotit. Po ja ta më lejo një moment pastaj rikthehemi prapë. Që në fillim bën disa citime që Amin. Okej, një moment. Kam dashuri për te, për shumë të tjerë, por nuk komunikojmë, nuk e di pse na ndalon komunikimi me njëri tjetrin. Prandaj dërgojmë video, por në video unë e ndoqa pak dhe mund ta ndjek deri në fund dhe mund ta marrim në studim dhe po marrim pak në studim thjesht për të shprehur ato gjërat e para. Që dhe ne ose një vllai motër kupton, nuk është gjë e plotë, nuk është për të thënë diçka, është thjesht për të folur për shkrimin, Okej. Këtë mësim ti ma dërgove, unë ndërkohë të dërgova fjalën e Zotit Jahve që doli dje, të dërgova masandaj miqsinë, të thash, lutem thash, mund të mblidhemi tërkohshëm, mund të predikojmë në këtë rast në rrugë, të mblidhemi, nuk ka rëndësi momenti çdo njeri që citon emrin e Krishtit, le të vijë, le të bisedojmë, le të marrim nga fjala, por prandaj kush është ajo fjala, do ta shikojmë së bashku. Okej, le ta dëgjojmë. Shpresoj ju ta dëgjoni. Me ishte Zoti, do desha pa humbur kohë të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Jemi në letra e parë e Korintasve, vëllezër, kapitulli 10. Ta shohim me vëmendje, vëllezër, fjalën e Perëndisë, sepse është vërtet pasqyra, ku ne shohim veten, është vërtet ushqimi ynë që ne rritemi, vëllezër, aleluja. Është forca jonë, e falenderojmë Perëndinë. Okej. Tani emrit do t'i heqim, nuk është është perën goditja e një Zotit që ishte nga lirët e lashtë, bëjmë në takimin, nuk përmendet gjëra të tilla. Mësandaj nga katolikë ortodoksi që kanë dhënë emrat për kthyer Biblën, ati Jahve ka emrin e tij dhe mund të themi Zoti ose Adonai, jemi në rrjenjët hebraike, por puna është a jemi neve në rrjenjët e besimit hebraik, që Mesia ishte hebre, në këtë rast ishin Izraelitë, apostujt hebrejnë dhe ata që qëndronin identiteti besimit ton, sepse ç'e thashë, ajo fjala Perën ka një kuptim që i lirët e lashtë tanë adhuronin dhe emrin ta vunë në mësandaj në shekullin 14-15, ku të njëjtët persona katolikë ortodoksë morën dhe filluan ta përkthenin Biblën masandaj që ishte tashmë përkthyer nga grekët ortodoksë me doktrinat e tyre, me mësimet e tyre, me emrat e tyre, me hyjnitë e tyre, dhe vazhdoi kjo gjë ndërkohë biles në emri shpjegoi shumë qartë si lindi Bibla masandaj apo tonë dhe si ka qenë gjatë viteve dhe çfarë ka ndodhur. Por ja një moment. Por a i vem rëndësineve gjërat të tilla sot? Për të shqiptuar masandaj emri vërtet dhe për të mos shqiptuar emrin e të fuqishmeve të demonëve të tjerë? Okej. Emri, me që rafjala. Okej. Emri Perëndi çfarë do thotë? Origjina e emrit të shqipes, Perëndi ka përardhjes qësuese të adhurimit të Zotit, të diellit, valit. Një nga përbërjes shqipje të rrënjëve, Perën ka, do të thotë për të goditur. Dhe fjala di, që mësandaj ti e shikon, ka të bëjë me qiellin, me zotra, me hyjninë. Ku qielli dhe shiu mund të grupohen së bashku në klasifikimin e shkëlqimit qiellor, thoshin atëre. Nga folja shqipe perëndoi, që është perëndimi i diellit, ja ku vjen rrenja prap, rrjedhimisht nga latinishtja që parentari, që do të thotë lidhja pasore parentare, në këtë rast një flijim për të vdekurit, për të kënaqur. Jemi në kohën e internetit.
firmon, shikon, kërkon, studion për ardhjen e gjërave që shqipton, që ke, që praktikon. Ja ku ke balin, sëndaj, me të gëdhendrat e tia. Këto ishin, këto janë reale, këto i kishin. Dhe këtu lartë në dora, shumë për të kishin dhe rufejnë. Prandaj shikon një dorë lartë, një dorë poshtë, kjo ishte adhurimi i balit. Prandaj shikon dhe në Amerikë, ku kemi në tempullin satanit, ka dorën lartë, ka dorën poshtë. Prandaj shikon dhe Trump i ngriti dorën lartë dhe dorën se vuri fare në Bibël, sepse se njëjta frymë që zapton, me masionerinë e tij që ka shprehur haprazi, ka bërë mësimet, ka plot. Kulti i lashtë i diellit ishte një uni e qiellit dhe bubullimës në mitologjinë pagane shqiptare nga ilirët e lashtë. Tregohet si një uni e motit për të shkaktuar stuhi me fuqi të veçantë mbi rufejtë, erën, shiun dhe pjellorinë, ku mendonin për balin. Ndërkohë ati thot shumë haprazi që deri kur do të jetë kjo në zemrën e profetëve që profetizojnë gënjeshtra, ligje shequr. Po ata janë profetët e mashtrimit të zemrës së tyre, që mendojnë ta bëjnë popullin tim, ta harrojë emrin tim, me ëndrat e tyre, që flet ligji për 13, me ëndrat e tyre, me deklarimet, me shtjenjen me mrekulli falso, që nuk kanë ligjin e atit, sepse thot në vargun 3-4, mos andaj mund ta prekim. Ashtu e dallon kur ka urdhrimet e atij ligjit, thot tash i lidhur ngushtë me mua, ka frikën ndaj meje, thot. Jo ta ndikësh atë tjetrin sepse tha shenja dhe mrekulli dhe foli mos andaj ato ëndrat e tia. Por e ka vendosur akoma atë persona që janë akoma vërdall, thot, të testoj zemrën tënde, thot tati. Dhe këtu foli për sa mashtrime në zemrat e dikujt. Që benin popullin tim, thon, të harrojë emrin tim, me ëndrat e tyre që ja tregojnë se cili fqinjit të tij, ashtu si etrit e tyre, kanë harruar emrin tim për balin. Ndodh sot kjo në Shqipëri, normal që ndodh. Festat e balit i ke Papa Gregori 13, ke kalendarin që po ta ka. Emri i atit sot nderohet? Emri i atit sot nderohet? Duke shkelu ligjin e atit, blasfemohet kush? Emri i tij. Është ligji sot në Shqipëri? Jo. Çfarë kanë harruar atin, emrin e tij për balin, sepse kur e heq ligjin, kur e heq normal që ke shkelur, e përdor fare, çfarë si nuk e ke shkelur një herë, dy herë, tre herë për disa gjëra, që mos andaj ne mund të rregullojmë secilit prej nesh. Por do të vendosësh në zemrën tënde që ligji i tij që është i vërtetë i përjetshëm nuk duhet shkelur. Se ndryshe çnerojmë atin dhe blasfemojmë emrin e tij. E prandaj sot është harruar emri i atit dhe blasfemohet emri i atit për balin. Prandaj çdo gjë që Zoti na jep nëpërmjet fjalës të Perëndisë është i domosdoshëm dhe duhet të tregojmë kujdes të veçantë vëllezëra. Okej. Cila është fjala që ne duhet të tregojmë kujdes që të mos e shkelim? Se po ta heqim atë ligjin e shkelim që është fjala e atit. Urdhrimet, fjala, ligji, që është një koncept në tërë Biblën. Tani, po ta heqim atë fjalën, ka ndodh. Shkelim, hymë në mëkat. Tashi thot ati që të mos e shkelim sabatin, por në ditën e parë të javës. Tani ju po miqsoni. Kam miqsuar dhe unë, por lutemi që të dalim sepse nuk është dita e parë e javës, e diela që ati ka veçuar në ditën e krijimit. Tani ne duhet kemi kujdes për këtë fjalë, por tani nuk e citojmë vetëm për ta cituar fjala. Por kush është fjala? Fjala nuk filloi ti që dhe Mateu. Fjala kishte filluar dhe me atë fjalën e jetës që thotë Stefani, mos andaj, që mori në malin Sinai, që ishte ligji për të ripërtërir mendjen tonë, na bën të urtë, sepse ligji për sosuriatin na bën të urtë dhe nxjerrën në pa.
mëkatin, sepse si tham në Romakëve 3:20 që bëjmë në mësimin pak më përpara, nxjerr në pa, si tha apostulli Shaul, Pali, nxjerr në pa mëkatin, se nuk ishte njohur mëkatin vetëm me anë të ligjit. Romakëve 7:7 e kishte në zemrën e tij, Romakëve 7:22, ligjin e Zotit e kishte në zemër. Dhe se bindu nga ligjit, vepra 21, beslidhja e re. Aleluja, sepse sidomos në kohët ku jetojmë, fjala e Perëndisë është i vetmi ushqim që do të na forcojë. Okej. Cila është fjala e Zotit? Prap, kush na forcon? Na forcojnë urdhrimet e tija, kështu nuk mëkatojmë dhe hiri i tija vjen, derdhet kur përulemi, Jakobi 4 sapo e prekëm, apo Jakobi 1. Kush është ajo fjalë që ta dëgjojmë, mësandaj të ta zbatojmë, kalon më një në vargu 25, që është ligji përsosur, që na jep liri. Dhe duke ngulmuar në të ligjin e përsosur të Atit, që apostulli Paul kishte në zemrën e tij, Mesia kishte në zemrën e tij, nuk mëkatoi duke mbajtur ligjin e Zotit, atë mënyrë kur neve praktikojmë, atëre nuk mëkatojmë atë ligjin e përsosur. Por ky është një citim që thuhet, por fjala për ju është që në Mateu dhe në zbulesa, dhe merre mësandaj, që në Mateu dhe përpara merre dhe hiqe grise, janë vetëm dhjatat e reja, dhe një person mësandaj mund të shkojë me një kafshë në imoralitet, sepse nuk është shkojtur në dhjatën e re, është shkojtur në ligjin. Atëre të kalojnë në përzjarr bija tonë, të japin ndaj prostitucionit, sepse nuk janë shkruar detajet në dhjatën e re. E sa gjëra që vajtoj. Që do të na bëjë të mundur të rezistojmë vëllezër. Okej, fjala do bën të rezistojmë. Çfarë ndodh ne? Zbulesa 14 si rezistojmë të ligun, bishën, figurën, damkën me anë të urdhrimeve të ligjit të Zotit thot. Zbulesa 14:12 dhe besimin tek Jashua Mesia, te Krishti i Izraelit. Ja si rezistojmë mëkatin, duke mbajtur urdhrimet e atij ligjit, se po i shkelëm urdhrimet e ligjit, kemi rënë. Prandaj thoshte që rezistoni djallin, djalli vjen që të shkelim ligjin. Neve duke mbajtur ligjin e zemrën tonë, siç e kishte Mesia, siç e kishte apostulli Paul, që ju e një normal që njëshe, pas me njët botërisht me atë emër, por mundohemi që të ripërtërim mendjen tonë në emrat e vërtetë, në emrat e Atit japim derë, sepse Romakëve 2:23-24 thotë që duke shkelur ligjin, çnderohet dhe blasfemohet emri Atit, duke shkelur sabatin, duke mos mbajtur festat biblike të Levitikut 23 që ishin në ligjin e Zotit që apostulli Shaul kishte në zemrën e tij, i mbante, i praktikuan, erdhi fryma e shenjtë duke qenë në një nga festat e Atit, ku bëhet ripërtërirja e beslidhjes, rinovimi i beslidhjes në festën e Pentakostit, që është festa e ligjit. I kemi këto vëlla? Duke ju bindur fjalës të Perëndisë. Okej, ky është një citim shumë i mirë, që unë mua më pëlqen, por kujt fjale? Ky është një citim me i përgjithshëm, ti bindemi. Okej, por do ta përcaktojmë që fjala, ligji, urdhërimet është një, kurse sot ka 2000 vjet që është ndarë. Fjala është një, më vete. Urdhërimet janë disa të tjera, ligji është hequr fare dhe masandaj kemi gati pas mëshirë. Ndërkohë, mjafton të shikosh në Psalmin 119, ke ligjin, fjalën, urdhërimet, mësimet, festat e Atit, që duke ecur në to jemi pa njolla. Tashi para Pjetrit 1:18 thotë që ti ngjishte pa njolla pa të meta si e bëri ai duke ecur me ligjin e Zotit. Zërit të Zotit, e falenderojmë Perëndinë. Zërin e Zotit, po ta dëgjojmë me zell zërin e Zotit, ligji për të 28, atëherë do kemi mbarësi në veprat e duarve tona, por janë disa bekime, ke 15 vargje, dhe janë mësandaj gati 60 e tej vargje për mallkimet, ku neve shkelim ligjin me dashje, sepse nuk na kanë thënë, sepse jemi mësuar në ato këshillat e Laodicejës, Nicejës, Konstantinopolit që lindën nga katolikë ortodoksë, masandaj nuk mund të vazhdojmë me të njëjtën premisa, sepse vllai kërkon që
ti të marrësh jetën e përjetshme, por pendimi nga shkretet e ligjit ka ndodhur. Por duhet të dimi që ligji është aktiv, siç thotë apostulli në Romakëve 7:1, që neve duke ditur që ka pushtet mbi njeriu derisa arron, ne atëre duke ditur që ndërgjegjat tonë na nxirret në pasjellje që kemi shkelur ligjin të tërë, atëre ne ndalojmë së shkelur ligjin në të mirën tonë të mundshme, besojmë tek Mesia Jashua që nuk ka anullovi ligjin, pastaj pagzohesh në Mesian, në autoritetin onoma, ti vëlla mund të dish pak greqisht, nuk e di. Besoj se po, autoriteti onoma që është një për të nështruar autoritetit të emrit, të mësimit të Mesias Jashua, çfarë tha? Vëllezër, mos shkeni ligjinatit tim, mos mëkatoni. Para Gjoni 3:4 përcakton për kufizimin biblik para mëkati. Dhe kështu merr dhuratën e frymëshenjtë që të praktikojmë urdhrimet e ligjit për të mos mëkatuar. Deri tani, vllai të solli, jemi në 1 minutën e parë. Shumë principe themele të shëndosha të parë Korintasve 3, themelet e apostujve që ecën në ligjin e Zotit dhe kishin Mesian Jashua në zemrën e tyre, duke qenë Anania, një njeri i devotshëm sipas ligjit prap, mbas ringjalljes së Mesias, që Mesia përdori Ananian, kishte devotshmëri ndaj ligjit e zbatonte ligjin, Veprat 22:12, dhe shkonin thotë nxirren nga traditat e njerëzve, nga ato gjërat që nuk janë të urdhrimeve të ligjit, që është fjala mos andaj dogma, Kolosianë 2, Efezianë 2, urdhrime njerëzish, tradita njerëzish, që secili për nesh ka mundësinë të dali, që jemi mësuar prej etërve që kanë trashëguar, mos andaj si thotë Efezianët, kanë trashëguar gjëra që nuk janë të urdhrimeve të ligjit, për që ti dhe unë të jemi pa njolla, siç e cituam në Mateu 19, që duke zbatuar urdhrimet e atij ligjit, besimi tek Mesia Jashua e mban, se pa të nuk mund të ringjallesh, por zbaton urdhrimet e ligjit, kështu je pa mëkat në atë moment në të mirën tënde të mundshme, dhe ke ngulmuar në ligjin e përsosur të lirisë, zbaton urdhrimet, që Mesia tha, duke mbajtur do hysh në jetë. Përse zbulesa 22 thotë që për të hyrë, për të ngrënë nga pema e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit janë akoma urdhrimet të i bekuar asaj që zbaton urdhrimet e Atit Jahve, dhe masandaj thotë do ketë të drejtë për të ngrënë nga pema e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit. Jashtë janë, thotë, kentë, zonaj kurvarë, thotë, i dhujtarët, festat pagane, Papa Gregori që kemi sot në botë, që ka datat e tyre, që për fat keq, shërbesa tënde, është pjesë ati kalendari, duhet të dalësh vëlla, dhe ati ka kalendarin ti të vërtetë. Jo të farisejve në Izrael, por ka të profetit Enoku, që Juda citon, profeti thot, i shtati nga Adami, profetizoi për ardhen e Mesias që do gjykojë botën me anë të ligjit, që sapo prekëm Isaian 51, që ati do ta gjykojë botën me anë të ligjit. Dhe unë e di që këto mësime nuk janë folur, këto interpretimet e profecive, ose nuk janë interpretime, po janë thjesht për të lexuar, janë atje. Nga Sioni do dali ligji, Isaia 2. Mesia do zbresi në malin e ullinjve me kemët e tia në bas shtrëngimit të madh. Do gjykoj botën me anë të ligjit, sepse ligji moral gjykon botën, nxjerr në pas sjelljen e dikujt. Dhe thotë në atë të zbresi në malin e ullinjve do praktikohet festa çadrave, tabernakujve. Nga kombet, nëse nuk e praktikojnë atë 1000 vjeçarin, festat e tia do ketë gjykim. Për ata nuk do bjerë shi në tokat e tyre. Isaia 66, qelli i ri, toka e re, vargu 22, thotë që kur ati do bëjë qellin e ri, tokën e re, të qëndrueshme përpara meje, thotë, siç do jetë emri juaj, Isaia 56, flet për atë emrin e përjetshëm, që duhet mbajtur sabatet për të mbajtur beslidhjen me Atin, sabatet e tia, festat e tia. Prandaj thotë në Isaia 66 që po citoni, që nga në një qellin e ri, në tokën e re, që ati do bëjë të qëndrueshme për jetë, masandaj thotë që do nga muaji i parë i ri, hëna re, në tjetrin, nga një sabat në tjetrin do vinë të bien në gjunjë përpara meje, thotë Jahwe. E thotë atë Jahwe. Vëlla, nuk e them as unë, as dikush tjetër. E thotë Bibla. Prandaj vëllai, lutem atë një ditë ulemi si vëllezër shqiptar,
kemi njohuri, marrim shkrimin përpara, shikojmë vargjet dhe çdo gjë që mund ta them, mund ta thuash, do ta mbështesim me Biblën, me shkrimin e plotë. Se shkrimi nuk është ndarë, nuk e ndajmë neve ligjin e Atit, se ndajmë karakterin e Tij. Ne nuk e kemi atë autoritet. Prandaj fjala doli që kush e ka autoritetin për ta hequr ligjin tim. Ndërkohë Jakobi thotë që nuk duhet të gjykojmë ligjin, se gjykojmë ligjdhensin. Jakobi 4. Sepse Zoti tha, nuk kam për t'ju braktisur, nuk kam për t'ju lënë vet asnjëherë. Okej, por Ati nuk braktis ata që nderojnë beslidhjen e Tij. Ata që shkelin beslidhjen, ligjin e Tij, janë në mëkat. Dhe ata janë braktisur të shkojnë ligjin e zjarrit. Nuk I mbron Ati ata që shkelin ligjin e Tij, që refuzojnë ligjin e Tij, sepse biri I Tij nuk e beri. Mateu 5 flet hapurazi. Kemi 4 citime që Mesia thot mos mendoni që unë erdha thot për të shfuqizuar ligjin. Mos mendoni një herë thot, unë nuk erdha për të shfuqizuar ligjin. 2 herë. Unë erdha thot për ta plotësuar profecitë në ligjin thot. Por kur thotë 3 herë, thot asnjë jot, asnjë pikë ligjit nuk do të kalojë, u bën 3 herë. 3 herë. Pastaj si themi neve ajo fjala plero, plotësuar, u qenë kanulluar? Tani do dëgjojmë Mesian që tha 3 herë nuk anullohet, apo do të marrim neve interpretimin tonë sepse na është ndër vite, fjala plotësuar është kur një gjë plotësohet pastaj largohet? Okej, vlla, një profeci përmbushet, plotësohet në jetën e një personi. Ka ikur ajo profeci? Merr zhvillim në atë moment vetëm. Ajo ndodh. Thot, gëzimi juaj të jetë I plotë, e njëjta fjalë, thot Mesia. Tani kur njëjta fjalë plero, kur vjen gëzimi në zemrat tona, ka ikur kur plotësohet, kur është I plotësuar gëzimi. E shikon ku jemi? Që vllai vajton për ty, të motrën, dhe të gjithë ata që janë atje që të dëgjojnë, që jam afruar në shumë mënyra, afrohem, do lutem, po vajtonin pak më përpara, nuk u dëgjua që lutja, se është muzika lartë, por e dëgjuar më përpara, dëgjohet përpara qiellit në fundit. Dhe Zoti është ai që na udhëheq të gjithëve. Ai na udhëheq, po si na udhëheq? Sepse është ligji përsosur Tij, që është llambë në kemën tonë, është dritë në shtegun tonë. Psalmi 119. Nuk janë citime që mund t'i them, por është fjala e Tij. Urdhrimet, ligji I Tij përsosur, është fjala e Tij përsosur. Prej karakterit personit të përsosur që thotë që urdhrimi është një llambë në kemën time dhe ligji është një dritë, fjalë të urta 6:23. Tani, ligji që është një dritë, po ta heqim, që do marrim? Hoqe dritën, do marrësh errësirën. Ka errësirë për jashta? Po, si do ecim neve pasaj? Do ecim me ligjin që është dritë, urdhrimet e atij ligji që janë dritë, në këmbën tonë, sepse kemi errësirë jashta, apo jo? Sa vajton vllai, sa vajton për ty dhe për Vlorën. Që na shoqëron të gjithëve vëllezër dhe detyra jonë është nëpërmjet fjalës të Perëndisë të shohim ku ecim, të shohim si ecim me Zotin vëllezër, aleluja. Okej, si ecim vëlla. Si ecim. Okej, ja vllai po të citon, ndoshta tani po është ekrani, e shikojmë bashkë, është ekrani këtu ja. Ja më njëherë vllai po kalon në ecja. Okej, në ecja. Psalmi 119. Okej. Ja ti e shikon ekran. Shikoj vargun e parë vëlla. Që a eci Mesia me ligjin e Zotit për të qenë në panjolla? Sepse ata që kanë një rrugë panjolla që ecin, se fole për ecjen, me ligjin e Zotit. Tani një person që ka një rrugë panjolla, ai ecën në ligjin e Zotit. Por tani ti dhe në rastet shumë të tjerë thoni që ligji nuk është është anulluar dhe ne do ecim. Po si do ecim vëlla? Se ka ecje, unë nuk e vend dyshim që secili për nesh ka një ecje. Thumë kanë ecje. Por është puna që të ecim në atë rrugën e ngushtë, pa njollë, pa të metë. Ti një e thotë, pa të metë, pa njollë, që secili drejtues të kishës së vërtetë, që nuk anullohen ligjin, duhet të ecin me ligjin e Zotit për të qenë pa njollë. Aleluja.
që çdo gjë të jetë e pëlqyer në sytë e Perëndisë. Okej. Çdo gjë të jetë e pëlqyer në sytë e Zotit. Shumë mirë, lavdjatit, amen. Por është e pëlqyer që ne të heqim ligjin? Është e pëlqyer që ne të shkelim ligjin? Okej, ja një varg shumë të thjeshtë. Më thuaj ti vëlla, në qoftë se është e pëlqyer që ti dhe unë të bëjmë një gjë të tillë. Jemi në beslidhje re. Okej. Romakve, ti e shikon ekran, dhe ishin disa njerëz që burreshin si punë atij personi që u afrua Mesias në Mateu 19 apo në Luka 10, tha, ne jemi zbatues të ligjit, tha. Çfarë na mungon tjetër? Ndërkohë ata nuk po e zbatonin për shëndetin, siç ishin farisejtë në atë kohë. Por ne kemi, ndërkohë Mesia vjen dhe shikon frutat e tyre. Ju tha, e çnderoni Zotin duke shkelur ligjin. Çnderohet Zoti Jahve duke shkelur ligjin. Po ta heqësh fare, normal. Dhe po të shkelësh ligjin, blasfemohet emri i Zotit për kombet ku jemi. Si për kishën në Romë, si për secilin për nesh. Tani, më thuaj vëlla, në qoftë se këto vargje janë në Bibël apo jo. Sepse nuk jam parë, unë i di sepse vetë jam fajtor, nuk i shikoja për vite. Sepse ecja me rrjedhën që ishte mësuar dhe vazhdonja me atë pa njohurinë, me atë ignorancën time ndaj shkrimit, që është ligji dhe profetët, që e thot Haprzi, ligji dhe profetët. Shkrimi që Timoteu kishte që nga fëmëria. Timoteu se kishte që nga fëmëria. Shkrimin, ja por ta cakton vllai pak shkrimin kush është si fjalë. Okej, jemi në Luka 24, kemi cituar 27 apo Gjoni 19, ja kur kemi. Shkrimin si fjalë kush është? Duke zënë fill nga Moshe, nga Mojsiu, nga ligji, atë që dha profetit, nuk është i Mojsiut ligji, por është i Atit. Ligji dhe profetët, Mesia ju shpjegon atyre shkrimet, takonin atij. Ja ku kemi Mateun 5, profesinë, që po i fliste që po përmbushe në sytë tuaj, thot. Nuk u hoq profesit sepse Mesia erdhi. Nuk u hoq ligji sepse Mesia erdhi. Nuk u hoqën profetët sepse Mesia erdhi. Se po të heqim ligjin që i dha Ati Mojsiut, atëherë do të heqin dhe profetët këtuja. Po përse profetët janë akoma? Si mund të heqim moralin e shëndoshëm? Si mund të heqim sabatin që është një shenjë beslidhje së përjetshme për popullin e tij? Sa po citovi vllai, po punë e romakëve. Është një gjë e pëlqyer vlla. Të shkelim ligjin, kështu çnderojmë Zotin Jahve dhe blasfemohet emri i tij. Është një gjë e pëlqyer. Sepse mirësia e Atit po shfaqet në kombin tonë. Mbas ikjes së apostujve, që në Romakëve 15:19, ku erdhi dhe në brigjet e lirisë. Apo jo? Ku janë ata dishepuj që nuk kanë çnderuar dhe nuk kanë blasfemuar emrin e Atit duke zbatuar ligjin, sepse duke shkelur, pasandaj ka pasojë të rënda. Që vërtet të shohim fuqinë e Perëndisë në jetën tonë, dorën e Zotit në jetën tonë. Okej, të shikojmë fuqinë e Zotit dhe dorën e Zotit, po dora e Zotit, fuqia e Zotit. Vëlla, nuk vjen ku ne shkelim ligjin dhe blasfemojmë emrin e tij. Sepse unë thash para 5 vjetësh, të paktën 4 vjetë, të themi të mira, por para 5 vjetësh sepse ndodhi ai punimi për një vit me radhë, derisa dola nga palishmëria e denominacioneve ku shërbeja dhe ti e di shumë qartë më nje, unë isha dhe aty ku jetinë, më lejove atë ditë ku dola. Por unë e shikoj dhe atë video, e ekzaminoj veten time dhe nuk dija çfarë po thesha. Sepse janë koncepte të pjeshme që po thesha që sot citohen nga ungjillorët dhe masandaj siç themi, ti citove shumë gjëra në këto 1 minutë e gjysmë, por dora e Zotit nuk zbret, nuk vajos, nuk jep autoritet, nuk jep një zyrë një personi, ty dhe mua, kur neve vazhdojmë të shkelim ligjin e tij. Sepse ajo ka ardhur për vetes tonë. Ne mund të dalim sepse pali ishte i vetë zgjedhur dhe ishte për personave që ishin të zgjedhur në atë kohë. Që ishin farisejtë.
por kuptovi Mesian Jashuan që nuk anullovi ligjin, sepse i kishin thënë farisinjtë që ai është ka demon, persekutoi ndjekësit e tij. Anania që ishte njëri devotshëm sipas ligjit, u persekutua nga pali që ishte akoma jashtë beslidhjes. Por ata që ishte drejtuar keq prej tyre, i thanë që Kopërniqet, ai ishte anulloi ligjin, ai kështu, ai është flet kundra tempullit. Mesia fliste kundra palishmërisë që ai tempull do shkatërrohej për shkak të palishmërisë së tyre që kishin bërë kundra Atit. Dhe po mbanin peng tëra të popullit duke mos mësuar ligjin. Ndërkohë Mesia vjen në Mateu thotë që ata që ulen në katedrën e Moshet të Mojsiut, dëgjoni ata çfarë flasin, se po e flasin fjalën e Atit tim, ligjin, urdhrimet e mia. Por mos bëni çfarë bën ata. Mos bëni çfarë bën jashtë. Ndërkohë Mesia thotë në Luka 8, ja shikojmë bashkë. Luka 8. Dhe unë lutem Atit të punoj thellë në zemrat tonë. Luka 8, vargu 20 deri në 21. Okej. Ja afrohen disa veta, Mesias duke thënë që nëna jote vëllezërit tu janë jashtë dhe duan të shohin. Ta ishin nëna Miriam dhe vëllezërit e gjakut të tia. Por ai duke përgjigjur tha, nëna ime, vëllezërit e mi janë ata që dëgjojnë fjalën e Zotit dhe e vënë në praktikë. Këta janë delet e mia. Tani, më thuaj vlla, në Luka, jemi në Luka, më fal, ja tash në Luka 8. Këtu në Luka 8. Mesia ishte ringjallur? Jo. Tani, Mesia nuk është ringjallur këtu, për kjo fjalë po fliste ai që neve duhet ta vëmë në praktikë, jo vetëm ta dëgjojmë, siç na tha dhe Jakubi. Sepse e tha që në fillim, që në Mateu 4:4, çfarë neve duhet të praktikojmë dhe kështu rezistojmë të ligun. Sepse është shkruar tha që njeriu do të rrojë me çdo fjalë që del nga goja e Zotit, që ishte shkruar ku? Në ligjin për 33. Na tha që do të rrojë me urdhrimet e atij ligjit. Që e citon prapë këtu se këtu nuk është ringjallur, sepse këtë fjalë ai e praktikoi për veten e tij që është ligji i përsosur, dhe kështu ai nuk mëkatovi, nuk e shkeli, ishte pa njolla. Para Pjetrit 1:18. Dhe Psalmin 19:1 që e pam pak më përpara, të bekuar janë ata, siç tham, të bekuar tani. Ati përcakton që janë të bekuar një grup personash. Këta grup personash janë lumë, janë të bekuar ata që kanë një rrugë pa njolla përse si e bëjnë, sepse ecin me ligjin e Zotit. Tani ndryshoi morali i Davidit, ndryshoi fryma pas ringjalljes së Mesias? Jo, fryma u dha dhe të tjerëve që besuan që Mesia Jashua kishte zyrën e kryepriftit për çdo shkelje të ligjit, do qëndronte Mesia për jetë për të ndërmjetësuar për ne. Ndryshimi i zyrës ndodhi. Nga Aroni dhe çfarë pasuan, ndryshoi zyra e kryepriftit të përsosur që tani ka kapacitet të ringjallë ata persona që ecin me ligjin e Zotit, sepse kështu ata kanë një rrugë pa njolla, të paktën kanë hyrë në rrugën pa njolla në këtë rast, në nga ana e përgjithshme kanë marrë në zemrën e tyre, siç mori Ezra këtë rast. Mori Ezra e pam pak më para. Ezra kishte të njëjtë moral, besoj se po vlla. Okej. E shikojmë. Ezra 7. Vërtet, Ezra ishte kushtuar me gjithë zemër të studionte ligjin e Jahve, ta zbatonte në praktikë për veten e tij, dhe të mësonte në Izrael të njëjtin ligj, statute, dekrete, do thot festat dhe urdhrimet e Atit. Por a i kemi kushtuar ne ligjit të Zotit me gjithë zemër që ta studiojmë? Kështu nuk mëkatojmë dhe jemi pa njolla, siç e cituam pak më përpara? Pastaj ta zbatojmë neve për veten tonë dhe ta mësojmë të tjerëve që na dëgjojnë dhe kështu do shpëtojmë veten tonë dhe ata që do na dëgjojnë, siç e tha Timoteus, që kushtojnë vëmendje leximit të shkrimit, të ligjit dhe profetëve, dhe duke bërë kështu, do shpëtojnë veten tonë dhe ata që na dëgjojnë, tha apostulli. Shauli tha Timoteus. Veprën e Perëndisë, vëllezër, aleluja, për shpëtimin e të gjithë njerëzve. Sepse, o vëllezër,
unë nuk dua që ju të mos e dini se gjithë etrit tanë ishin në nërenë dhe të gjithë shkuan në përdet dhe të gjithë u pagëzuan për Mojsinë në re dhe në det. Okej. Po flet kur dolën nga Egjipti, u pagëzuan në detin e Kuq. Dhe ata u pagëzuan me anë të kujt, me anë të profetit që i nxorri nga palishmëria, nga idujtaria që kishin në Egjipt. Se përpara tyre Avrahami në këtë rast të tregon karakterin, ta shikojmë Avrahamin, karakterin e tij. Kemi karakterin e Abrahamit, që Avrahami që i besoi Zotit Jahwe, dhe masandaj ai si eci, si e tregoi besimin e tij, na thot Zana Filla 26. Dhe vjen ati flet me birin e tij Isaku dhe thot, më dëgjoj mua, rri këtu, thot, në këtë rast qëndro, unë do me ty do të bekoj, thot. E di pse? Sepse do t'i mbaj premtimin që ka bërë babai tënd Abrahamit, do të shumëzoj ty, thot, të jap të gjitha këto vende. Përse? Sepse Abrahami ju bind vullnetit tim dhe respektoj urdhrat, urdhërimet, statutet dhe ligjet e mia, thati. Shiko Abrahami si u bekua. Sepse Abrahami besoi dhe praktikoi besimin me anë të urdhërimeve të atij ligji që tregon në ekran. Dhe masandaj kemi daljen e Egjiptit, si thash, profeti Moshe, që masandaj mori ligjin dhe i nxorri, pagëzoi në ujë fillimisht, sepse ata u kthyen ndaj atit, besuan tek ati dhe masandaj u pagëzuan dhe çfarë morën? Morën kontratën, ligjin e përsosur, që ishte, që më përpara ishte themeluar për jetën e qellë, Salmi 119 e thotë vargu 89, për jetë ti e ke themeluar fjalën ligjin tënd në qellë, që Satani shkelja të ligj i pari, para gjoni 3. Pastaj kemi ardhjen në Mali Sinai, fjala e jetës, jo Stefani, në vepra 7:38, ju dha fjala e jetës, përse? Sepse me fjalën e jetës do marrësh jetë në fundit duke praktikuar atë fjalën që Mesia tha, fjalën e jetës, duke ligjin e përsosur, duke dëgjuar dhe zbatuar, duke ruajtur nëpërmjet tyre, thot Galatasëve 3:12. Të gjithë ngrën të njëjtin ushqim frymëror. Okej, apo ham neve të njëjtin ushqim frymëror që ata hangrën? Ne kemi të tjetër ushqim, na kanë dhënë tjetër ushqim neve normal, që në 300-400 me këshillat e grekëve e katolikëve, që linden atë kohë, morëm ushqime të tjera. Ushqime që nuk janë frymërore, por për kujt fryme. Sepse në shkelet e ligjit ke ushqime të tjera frymërore, që nuk janë për dobi tonë, sepse fole në fillim, janë është i dobishëm që të dimë kush është fjala, ligji, urdhrimet e atit. Por duhet të përcaktojmë që masandaj besimtarët të dinë që mëkati është shkelje e ligjit dhe duke mbajtur atë ligjin, fjalën e jetës, nuk mëkaton. Kto është ushqimi frymëror i shëndoshëm. Për të shëndoshur gjatë kohës, sepse të tërë në një farë mënyrë jemi të sëmurë frymërisht, që ne shëndoshemi, kemi një mendje të shëndoshë, në doktrinë e shëndoshë, në ligjin e shëndoshë që vjen prej atit që është i shëndoshë. Sepse nuk është i sëmurë, as ati, as biri tia nuk ishin të sëmurë. Por kishin ligjin, ati ja dha ligjin, ja dha mësoj birit të vetë, praktikovi dhe ja mësovi apostujve. Atë ligj të shëndoshë, doktrinën shëndoshë, që thotën e para Timoteut, që ligji është i mirë, dhe masandaj do bie në kundërshtrim për çdo gjë që ngrihet kundra doktrinës shëndoshë. Ligji do gjykojë çdo person që ngrihet kundra mësimit të shëndoshëm. Dhe të gjithë pinë të njëjtën pije frymërore, sepse pinin prej shkembi frymëror që i ndiqte. Dhe ky shkemb ishte Krishti. Okej, i ndiqte. Si i ndiqte? Mesia do ringjalli dhe ata, ky është kuptimi. Mesia nuk është në gjendje e tij koshente më përpara u shfaq, pastaj u zhduk dhe hyri në parkun e Miriam për të qenë një farë, pastaj për të lindur në trup njeriu. Këto ishin filozofitë neoplatonike që dhanë katolikët ortodoksë me
me Agostinin e Hippos, që katolikët e lartësojnë. Ai fillovi Trinitetin, ai fillovi tre zotra në një, të gjitha këto doktrina që nuk janë të rreme. Zoti është një, atë Jahu, Zoti është një. Dëgjoj Izrael, ne jemi Izraeli tani, frymëror, së bashku me 12 fiset e Izraelit që kanë besuar tek Mesia Jeshua, që thot Jakovi një, letra e parë e Pjetrit. Po thotë që Mesia i ndiqte, nuk ndiqte fizikisht, se fjalën është mënyra hebraike që po flet. Që ai do t'i ringjallte në qoftë se do pinin për ati ushqimit frymëror, do vepronin në zemrat tyre fryma e shenjtë, do vazhdonte ti pastronte, në këtë rast ti modelonte, që kur pas vdekjes, pasandaj të ringjallen. Nga ana logjike, një person nuk mund të ekzistojë në gjendje koshente më përpara, të zem 4-5 vjet më përpara, dhe pastaj ku vajti ai person? A nuk mund të shfaqet që Mesia po të kishte ekzistuar në gjendje fizike dhe logjike më përpara? Shfaqe më njëherë, nuk ishte nevoja të linte në barkun e Miriam? Ja, vëllezër motra në Izrael, ja ku jam. Sepse unë isha, po tani ja erdha. Unë isha fshehur këtu në mali dhe qëndrova këtu, pastaj ja u shfaqa tani. Një koncept Bibla është dhënë një popull i hebrej që kishte një mënyrë hebraike për të folur, për të interpretuar gjërat, në këtë rast disa gjëra kyçe. Po nuk e marrim neve e bëjmë Biblën perëndimore siç e kemi bërë dhe masandaj i kemi vënë gjërat perëndimore, filluam masandaj gjërat praktikat perëndimore. Sa gjëra janë yllosur në shkrimin, në Bibël. Por Perëndia nuk pëlqeu shumicën prej tyre. Okej, vlla, përse nuk u pëlqeu? Përse ati Jaku nuk i pëlqeu në këtë rast sjellja e tyre? Sepse dha kontratën e ligjit, tha, dhe ata thanë po, do t'i zbatojmë, tha, apo jo. Thot vetë Eksodi 19, për te, ligji për të rirë, ta thot hapurazi 28 apo 30 apo Levitiku flasin hapurazi, për të qenë të veçuar të shenjtë, do të zbatonin urdhrimet e të ligjit, e kështu nuk binin prej mëkatit apo idhujtarisë e çdo praktike pagane. A ka ndodhur me ungjillorët? Që është një degë katolike? Janë praktikuar festat pagane që janë marrë. Dhe i dhanë dhe nuk shikuam atë ushqimin frymëror që ishte prej atit apo ishte prej dikujt tjetri. Ai i konsumovi 23.000 në një ditë, sepse shkelën ligjin e atit dhe që i durushëm. Po arritën një kohë, tha, mja, sepse i keni shkelur ligjin e atit, tim thot, për tërto kohë. Prandaj doli fjala dije që është e frikshme, për atë që dëgjova që vajtova një orë përpara mësimit. Dhe thash, do shkoj përpara atit të lutem për ata që do ta dëgjojnë. Ndërkohë atë masandaj më gjinjëzovi, tha, dale se do flasim, tha. Kemi disa kohë, tha, që në të rast, siç del 2 herë 3 në vit me fjalën e tij, jo, dëgjova sot, dëgjova nesër, apo profetizimet masandaj që kur ishim në miqësi aty, gjuhë të panjohura profetizojnë, por ky profetizimi nuk flet për pendimin, ndalimin nga shkelet e ligjit. Ajo motra që konsiderohet që profetizovi atëre, ajo ka urdhrimet e atij ligjit? Sepse për të dalluar një profet e një profeteshë, apo dikush që profetizon, thotë ligji për 13 që është testi i një mësuesi profeti të vërtetë. Që ai që është i vërtetë duhet të ketë urdhrimet e atij ligjit, lidhet ngushtë me atin, ka frikë prej tij, zbaton urdhrimet e tij, thotë ligji për 13. Profetët filluan në dhjetën e vjetër. Profetizimi filloi në dhjetën e vjetër. Nuk fillovi profetët me apostullin Shaul. Pali. Sepse ranë të vdekur në shkretëtir. Dhe këto u bën si shembuj për ne. Lavdjatit, janë për shembuj. Po e marrim neve shembuj? Janë bërë për shembullin tonë që ne të mësojmë. Tani ne kemi mësuar që ata e shkelin ligjin dhe ranë 23.000 në ditë. Siç them gjithmonë, 5 minutat, 2 minutat më vonë nuk e dim çfarë do ndodhi në jetën e një personi. Sepse çfarë është jeta, shfaqet si lule, masandaj do të shkrimi? Dhe zvanitet, ikën.
A nuk duhet neve të shikojmë, të mos shkelim ligjin e atit, sepse e nisëm ja, orët nuk dihen, ta marrim që sot pendimin nga shkeljet e ligjit, besim tek Mesia Jashua që nuk anullovi ligjin, të pagëzohesh në ujë për faljen e shkeljet të ligjit që ke bërë deri tani? Sepse ne e morëm këtë përgjegjësi para 5 vjetësh. Se thash, mirë unë që kam trashëguar pa lishmëri, pa udhësi. E fillove rruga e mirë, rruga e ngushtë që për të mësuar, sepse pastaj hapet fjala e tërë. Dhe marrin konceptet dhe e kuptojmë çfarë ndodhi në shkretet e tjerë që u konsumuan, jo vetëm nga Renja 23, po dhe nga zjarri, dhe nga gjarprinte. Përse? Shumë prej tyre u vranë për punë e sabatit. Po vlla, shiko tani sot si as po sepse jemi në Babiloni. Se kur të jetë Mesia Jashua në atë ditë, nuk do ketë palishmëri ndërkombët. Atëre kishin një strukturë me mbretër, me gjykatësit, me priftërinjtë, me të tërë funksionarët që ishte populli i tij, që duhet të kishte mirë funksionime me ligjin e tij. Po Danieli nuk grishte në Babiloni për të thënë, "Ore, tash do gjykojmë tjetrin, do ta vrasim." Por është mëshira e Atit, është si thash, ai vajtimi i Mesias që qëndron në të djathtën e Atit, që thotë, "Mos e godit dhe sot, të lutem, ki mëshirë. Ki mëshirë, ndoshta do kthehen në udhërimet tënde o Atin. Jepi mundësinë." Por siç e pamë në profeti Ezra, kur koha të mbaroje që ka përcaktuar në sovranitetin e tij, që as Mesia nuk e di ardhjën e tij, prandaj do japim llogari për veprat e ligjit që kemi praktikuar, sepse ai reflekton besimin tonë. Heresia e njeriut, cila është heresia e njeriut? Ndërkohë, a jemi bijtë Abrahamit në Mesian? Përse nuk praktikojmë të njëjta gjëra? Urdhrimet, ligjet, statutet e tij, që janë të mira, të drejta, të shenjta, të veçuara, na zgjerojnë zemrën. Mesia e praktikovi në mënyrë të përsosur, të ndjekim gjurmët e Mesias Jashuas. Predikusi. Predikusi. Të dëgjojmë pra përfundimin e të gjithë ligjëratës, kartat, letrat, librat, çdo gjë janë vulosur. Çfarë ndodh? Ki frikë nga Elohim, nga Zoti, dhe respekto urdhrimet e atij ligjit. Sepse kjo është tërësia e njeriut. Cila është tërësia e njeriut? Frikë, të kesh frikë, të zbatosh urdhrimet e tij, urdhrimet e atij ligjit, sepse tushmëri të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhërimet e atij ligjit. Salmi 110, 111, më fal, vargu 10. Ndërkohë fjalët e urta 2 na thotë cili është konteksti, ja po marrim këtu, cili është konteksti për të rrokur, cila është frika e Zotit Jahve. Okay? E shikojmë së bashku, ka një strukturë të mirë. Fjalët e urta 2, birim, në rast se pranon, fjalët e mia dhe i quhen thesar urdhrimet e ligjit tim, thot Ati. Duke vënë veshin urtësisë, duke prirur zemrës ndaj arsyes, po në rast se ngulmon me ngum gjykimin dhe ngre zërin për të siguruar mirë kuptimin, për të mbajtur urdhrimet e mia, në rast se i konsideron urdhrimet e atij ligjit tim si argjend dhe fillon të rëmosh si për një thesar të shehur, atëre duke bërë të gjitha këto gjëra do kuptosh, do ndjesh frikën e Zotit, frikën e Jahve dhe ke për të gjetur kuptueshmërinë e Zotit. Është ligji, po nëse anglisht e thon law, ligji. Shiko si kemi përkthimet gabim. Këtu thot my law, ligjin tim, ta ruash si vetja syve, këtu e kam vënë mësimet. Shiko çfarë përkthime, shiko greku si na ka manipuluar. Ndërkohë, origjinali po marrim thot law, ligj. Këtu se mësimi
mësimet e mia. Ruaj ligjin tim si bebe asyve tu, kështu ke për të jetuar urdhrimet e atij ligjit. Sepse në anglisht e ke law. So njeri për nesh po ta përkthesh në Google, di që është ligj. Jo për ta, ja përkthem vllai, me një. Okej, ja shkojmë, kemi mjetet për lavdit të tjera, okej. Ja, okej. Law që do thotë ligj. Ligj, drejtësi e drejtë, parim, rregull, normë, me anë të ligjit. Me anë të ligjit. Prandaj kanë shtrënguar geti duke thënë, tu do ruaj ligjin tim, se thot my law, është singular, është njëjës. Ligjin tim, urdhrimet e mia dhe kështu ke për të jetuar. Do marroj një ditë ajo Bibla e vërtetë në Hinatit. Që ne të mos dëshirojmë gjëra të liga ashtu si dëshiruan ata. Okej, çfarë gjëra dëshiruan ata? Çfarë braktisën ata? Ka është gjë e ligë? Ç'është kjo gjë e ligë që keni? Gjë e keqe. Gjë e ligë është gjë e keqe apo jo? Okej. Gjë e ligë, gjë e keqe. Po ta shikojmë së bashku, profeti Nehemia thotë, mësandaj, gjë e ligë, gjë e keqe, qortova pleqtë e Judës, parinë e Judës, dhe i thash, çfarë është kjo gjë e keqe? Që keni përdosur sabatin. A nuk vepruan një lloj etrit tanë? Okej, atë që po citojnë ti etrit në shkretë të tjera, ç'a ndodhi? Zoti pllakosi mbi ne, thot, mbi qytetin tonë të tërë të fatkeqësi. Sepse të njëjtën gabimet, të njëjtën ligësi, thot, të njëjtën të keqe, vepruan etrit tanë, thot. Dhe ti citove, mësandaj, që rebelimin e Korejës apo çfarë rebelimi i Qingjit, i atij viçit, vepruan një lloj, thot. Dhe ishte një gjë e keqe, është një gjë e keqe. Kur shkel sabatin. Mblidhemi në atë ditë, aty thotë të mblidhemi, është një mbledhje e veçuar, e shenjtë në atë ditë. Mbledhje e shenjtë. Vllai ka thënë ato gjëra. Okej, le të shikojmë së bashku, jemi në kohën e internetit. Konkordanca. Kjo është Blue Letter Bible, është një nga më të njohura botërisht. Shikojmë. Veprat 27. Okej. Veprat 27. Me qëra puna për sabatin. Okej, jemi në veprat 27. Hym brenda për të ditur nga origjinali greqistes, ja ku është greqishtja këtu, ja, ku e smadhon, pa. Tani, kemi këtu e kemi në greqisht, këte kemi në anglisht, ti shikon. Okej, po të shkojmë më poshtë, masandaj, ja më falë, kemi në anglisht, në të parën ditë, ku është fjala greke këtu në të verdhë? Përse fjala ditë në klapa katrore, day, nga anglisht e ashtuar? Në të parën vazhdon, përse do shtuaj në të parën vazhdon rrjedha, në të parën sabaton. Sabaton, ti duhet dish greqisht, besoj. Sabaton do thot sabat. Në sabatin e parë, përse e kanë futur në anglisht javë? Javë? Po ty brenda, për të ditur kuptueshmërinë e fjalës sabaton, merr nga anglishtja që e të besh me ditën e 7, që ishte një gjë në këtë rast e shenjtë për izraelitët, që të mos punonin, mos kishin punë, institucioni i sabatit, një ligj për të mbajtur të veçuar ditën e 7 të javës, një sabat i veçuar, dita e sabatit. Në sabatin e parë, përse fjala ditë është shtuar? Ho hesi sabaton. Ho hesi sabaton. Në sabatin e parë. Në sabatin e parë, dishepujt ishin mbledhur për thyer bukën. Sepse ishte praktike tyre. Të njëjtën gjë kene para Korintasve 16, e njëjta situata, e njëjta shtrembrim shkrimi.
fjala ditë, e shikon, është shtuar për kthyesi. Çdo person që ka njohuri leksikore, di që një fjalë në klapa katrore është shtuar nga vetë shkruesi. Nuk është nga origjinali, e ka futur vetë. Tani do futemi gjërat tona vetë neve në shkrimin. Një tjetër gabim. Të shikojmë në Gjoni. Okej. Gjoni 6. Gjoni 6, tani do ta kalojmë në shqipnjë, pastaj të kalojmë teja. Në Gjoni 6. Gjoni 6. Dhe Pashka, festa e judejve ishte afër? Festa e judejve? Nuk janë festa të atit? Përse kjo kategorizohet festa e dikujt? E një fise, e një kombi? A nuk është ati njëjtë? A nuk janë festat për të tërë popujt? Andaj përkthimet e grekëve që morën nga origjinali i hebraishtes, filluan të shtonin manipulimet e tyre. Dhe ndërkohë ky varg nuk ka fare një në atë parë. Di pse? Sepse është shtuar nga greku. Sepse nga Luka, nga Mateu, nga Marku, nuk ke një gjë të tillë për të përcaktuar që këtu na qenë ka Pashka, mbas atyre 5.000 veta që u shyen me bukë. Nuk ke një gjë të tillë. Ja, të jap atë që vllai po thotë, le ta kalojmë pak. Le ta kalojmë atë që sapo thash, se do rikthehemi këtu ja. Do rikthehemi këtu. Ta kalojmë në materialin e duhur. Okej. Kalojmë në materialin e duhur. Flet volum, para pjetë 2:24, që në fillim. A i mbarti mëkatet tona, shkelet e ligjit tona, në drupën e, që neve thot të ecim të vdekur ndaj shkeljeve të ligjit, dhe kështu rrojmë në drejtësi. Sepse përcaktojmë që mëkati është shkelja e ligjit, për të ecur në drejtësi, e thot Romakëve 2:23, duke zbatuar ligjin. Tani le të kalojmë me Gjoni 4. Gjoni 4, më falë për lëvizjen shpejt. Okej, Gjoni 4. E Pashka, festa e judejve ishte afër. Jashua ngriti sytë dhe pa në turp të madhe që po vinte ta ikë dhe tha Filipi, ku do blejmë bukë që këta mund të hanë? Po përse e shtuar kjo festa e judejve nga greku? Mateu, Marku, Luka nuk vejnë në Pashkën, masandaj duke shtuar një vit, dhe ben masandaj nga një vit bëhet 3 vjet, ndërkohë shërbesa e tij ishte një vit. Vitin e hirit, në vitin e në këtë rast e mëqires, thot Isaia 66. Por Eusebi që ishte peshkopi katolik i Konstantini që anulloi si sabatin, si Pashkën e vërtetët, mori masandaj, tha, Isaia, Danieli tha, Danieli 7, një javë, tha, në mes të javës masandaj, kur do, masandaj tha, që do ishte profecia për ato 3.5 vjetët, nga 7, gjysma e 7 është 3.5, atëre mesje kështë 3.5 vjetë shërbesa, dhe masandaj, vazhdoi në kohë që kemi vitin e hirit, në Isaia 61, viti i hirit, dhe atë thotë që pra të një vit, viti i pranueshëm, viti i hirit, të shpall vitin e hirit, ditën e akmarrjes të masandaj të Zotit, të ngushëlluar ata që pikullohen dhe fillon masandaj shërbesa e tij, viti i hirit.
Përse Mateu, Marku dhe Luka thonë që mbas një jave është festa e tabernakujve për ta. Por në Gjoni 6:4 na shtohen 6 muaj më përpara, 6 muaj më vonë. Dhe futet Pashka, një kjo Pashka misterioze në mes. Po ku janë 6 muajt e historisë? Si pas përkthyesit të Gjonit vargu 4 kemi një vit të tërë heshtje. Çfarë bëri Mesia në atë vit? Mbasi ushqeu 5.000 veta afër Pashkës, që konsiderohet sipas tyre afër Pashkës, sipas përkthyesit të Gjonit. 4 ditë më vonë ai ushqen 4.000 veta me bukë me maja. Ndërkohë, më njëherë në Pashkë hahet bukë pa maja. 4 ditë më vonë, që është festa e bukës pa maja, që Luka fleta për Luka 23, motrat mbanin, ushuan në ditën e parë të festës bukës pa maja, sipas urdhërimit të Levitiku 23. Si ka mundësi që këta njerëz ushqen me bukë me maja, ka 4.000 veta, ndërkohë ishte festa e bukës pa maja, do me thënë Mesia shkeli ligjin? Më katoj? E shikon sa gjëra janë shtuar? Festa. Tu ishte festa tabernakujve. Kaq. Mateu, Marku, Luka thonë të njëjtin gjë. Përkthyesi masandaj këtuja u manipulua. Fut kjo Pashkë që masandaj shton 3 vjetë gjysmë shërbese, 1 vit Mesia mbajti Pashkën e parë dhe në Pashkën e dytë masandaj që përbente mbylljen e 1 viti u fuqizua. Pashkën e parë në moshën 30 kur ai u pagëzua se një kryeprift pagëzohet nga një profet në moshën 30 vjet. Në moshën 31 se ne u ringjall Mesia. Të që po theshin pak më përpara. Gjende kënaqësinë në ligjin e Zotit, apostulli, siç Mesia, pasandaj apostulli besonte të gjitha gjërat që ishin shkruar në ligjin. Veprat 24. I besojmë ne? Okej, ja, rikthehemi atje ku ishim. E konfirmuam se ka plot gjëra që kanë shtuar dhe kanë hequr grekët në atë kohë. Ne kemi atë koherencën, kemi kontekstin e nevojshëm të dur, ku çfarë flitet, identiteti apostujve, kush ishin, çfarë praktikuan, vajtë undhrimet e ligjit. Festat biblike për të nderuar ratin, që biri i la shembull, bëri të njëjtin gjë. Dhe që të mos bëheni idhujtar si disa nga ata, sikurse është shkruar, populli u ul të ajë dhe të pije dhe u ngrit për të luajtur. Dhe të mos kurvërojmë ashtu siç kurvëruan disa nga ata dhe ranë të vdekur në një ditë 23.000. Okej. Ata ushturën, ushturemi nga çfarë? Sepse kur le urdhërimet, biles, fjalë të urta 6:23 thotë që ligji është dritë dhe mbas asaj vargjeve shikon dhe ati jep masandaj konceptin e duhur për të thënë keni kujdes sepse po që ligjin shkon ajo gruaja masandaj që është prostitutë thotë dhe gjëra të tilla. Tani, shturja që ndodh për secilin prej nesh është siç thash, kur largohemi nga urdhrimet e atij ligjit. Atë që po citoja pak më përpara. 6:26 në fakt, fjalë të urta 6, vargu 23, prap trembrimi, këtu është ligji është një dritë, prap mësimi. Mësimi sepse katolikët duan vetëm mësime, po të thuhet ligji, asa në nxjerr në pa idhujtaria. Ndërkohë, po të shpjegoj edhe një herë në këtë rast, nga anglishtja, le ta kalojmë së bashku. Ja të vëmë një versionin King James apo kemi New King James. The law. Ligji është një dritë. Nga anglishtja. Ligji është një dritë. Kurse këtu themi mësimi. Ndërkohë realisht është ligji.
Dhe ndreqet e mësimit të atij ligjit janë rruga e jetës. Normal nuk mëkaton, nuk e shkel ligjin, je në rrugën e jetës. Ati ringjall personat që nderojnë ligjin e tij nuk mëkatojnë. E si thash, mos ndaj, po të vazhdojmë pak më tej, mbas ligjit aty thotë. Ligji është në drejtë, urdhrimet e atij ligjit që do t'i ruajmë, t'i bëjmë vazhdimisht, sepse urdhrimet e atij ligjit janë një llambë, ligji është një dritë, drejtjet e mësimit të ligjit janë rruga e jetës, për të mbrojtur nga gruaja e keqe, nga lajkat e gjuhës së gruas së huaj, mos e dëshiron në zemrën tënde bukurinë e saj dhe mos u rrëmbej nga çepallat e saj, sepse për një prostitutë burri ka ta ndisët për një copë bukë dhe gruaja e një tjetri gjuan shpirtin e vyer të një burri. Me njërë mbas ligjit, për atë shturjen që sapo cituam për punën e atyre që u shkatruan në shkretë të tjerë. Dhe të mos e tundojmë Krishtin, ashtu si e tunduan disa nga ata dhe u vranë nga gjarprintë. Dhe mos u ankoni, ashtu si u ankuan disa nga ata dhe u vranë nga shkatëruesi. Ata u ankuan sepse nuk patën besimin në urdhrimet e Atit që do t'i jepne të mira dhe si shpërblim masandaj tokën e premtuar. Unë nuk ankohem në zemrën time ndaj urdhrimeve të ligjit, sepse është jeta ime, është jeta jonë, po të shkojmë pak që më thellë, është jeta jonë. Shkojmë së bashku, urdhrimet e atij ligjit. Si tha profeti pra, merrni në zemër të çdo fjalë që kanë të shmuar kundra jush, do t'ja lini porosi bijve që të mos ankohen duke zbatuar urdhrimet e atij ligjit, të zbatojnë në praktikë fjalët e këtij ligjit. Sepse çfarë? Fjalët e atij ligjit nuk është një fjalë pa vlerë për ju, por është jeta juaj. Tani hiqe jetën, çfarë do marrësh? Çfarë do të mësojmë fëmijëve, të lëmë porosi bijve tanë? Që ata të kenë kujdes të anullojnë fjalët e këtij ligjit, kështu thati? Apo të zbatojnë në praktikë? Tani, për punë e ankesës, le ta shikojmë prapë sërish ankesën. Tani, oke ankesë, oke paqe. Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin e tij dhe nuk ka asnjë gjë që mund të rrëzojë. Tani ata u rrëzuan 23.000 në një ditë. Apo jo? Dhe shumë të tjerë më vonë. U rrëzuan sepse ata çfarë nuk e donin ligjin e Atit Jahwe. Prandaj kishin ankesa se s'kishin paqen. Ne nuk kemi paqen shumë herë, normal që nuk kemi miqësinë me njëri tjetrin, sepse ka diçka që na mundon. Se po të duash ligjin e tij, miqsojmë dhe ecim në drejtë. Ecim në drejtë, sepse ligji i tij është drejtë. Ligji i tij është drejtë. Dhe kemi miqësi me njëri tjetrin. Se po të themi se kemi bashkësi me te, tash bashkësi me te, ata nuk ishin një bashkësi se po ankuan. Kur një person mëkaton shkel ligjin e Atit, nuk ka bashkësi me Atin. Ai në atë mënyrë po ecën në errësirë. Dhe gënjen dhe nuk e vën në praktikë të vërtetën, tash për të vënë në praktikë të vërtetën, ligji i tij është i vërtetë, është i mirë, është i drejtë, është i veçuar. Po ta vëmë në praktikë, atëre mund të ecim në dritë. Sikurse ai, Ati është në dritë, bibiri tani po është, dhe kështu kemi bashkësi me njëri tjetrin. Dhe kur neve shkelim ligjin, e rrëfejmë, dhe ai masandaj na pastron nga çdo shkelje të ligjit, nga çdo mëkat. Dhe po të themi se nuk kemi shkelur ligjin, sot themi që ligji është hequr, unë jam i drejtë, atëre citojmë disa gjëra për ta masandaj atë betejën e zemrës që kemi, sepse ndërgjegja dëshmon që mëkati nxirret në pa me anë të ligjit, e thotë Romakëve 3:20, Romakëve 7:7, kurse nga ana tjetër kemi betejën sepse na mësuar që ligji është hequr.
Ndërkohë, vërgjeja jonë dëshmon që neve duhet ecim me ligjin, sepse është jeta jonë, është jeta e tërë kozmo, e tërë krijimit të Atit që ka vendosur në balancë me anë të atij ligjit, që të ketë mirë funksionim dhe kështu të ketë mirë funksionim dhe jeta tonë. Kemi prosperitetin frymëror dhe ndoshta shumë herë material që Ati mund ta japi ku shikon zemrën për të tjerët. Po të rrëfejmë mëkatet këtu, çfarë është? Po të rrëfejmë shkeljet e ligjit tona, ai Ati është besnik dhe i drejtë, sepse me ligjin e tij do të gjykojë sjelljen tonë, dhe pastaj kur neve rrëfejmë ato shkeljet e ligjit, ai na fal nga shkeljet e ligjit, nga mëkatet, dhe pastaj na pastron nga çdo palishmëri, nga çdo paudhësi, para Gjonit 1. Po pam pak më përpara, siç thashë, që një person kur ankohet sepse nuk ka paqe. Nuk ka paqe. Por mos e ngatrojmë paqen që sjell kjo botë, kënaqësitë apo ajo të qenë të vakur që nuk ka paqe, po duket paqe nga jashtë të tjerët. I shikon persona sot, ai qesh, del në Facebook, bën fotot, bën të tëra, del në siç mund të dalim shumë prej nesh. Por vërtet e duam ligjin e tij, sepse na rrëzon shkelja e ligjit apo jo. Po ta duash ligjin, nuk të rrëzon asnjë gjë. Nuk të rrëzon Satani, sepse Satani vjen për që ti dhe unë të shkelim ligjin e Atit Jahve. Ai vjen për na rrëzuar. Prandaj thotë që kur mban ligjin e Atit, nuk të rrëzon asnjë gjë. Okej. Shikojmë një aspekt tjetër në një profeci që nuk është përmbushur akoma. E shikojmë që Mesia citon në shërbesën në mal. Zemërbutët të përullurit, Jakovi 4, përullurin e udhërimeve të Atit, do të zotërojnë tokën dhe do të gëzojnë një paqe të madhe. Tani, një paqe të madhe gëzon kur ke ligjin e tij, sepse i nënshtrohesh ligjit, Romakëve 8. Por mendja mishore nuk i nënshtrohet ligjit, dhe as nuk mundet. Dhe çon në vdekje, dhe çon në shkatërim. Por duke ecur në frymë çfarë, duke zbatuar ligjin e Atit, po ecën në frymë, kështu nuk mëkaton, ke jetë dhe paqe. Gëzon një paqe të madhe. Sepse të bekuarit nga Jahve do të trashëgojnë tokën, tash të bekuar, kush ishin të bekuar? E pam që në fillim, në Psalmi 119. Të bekuarit, lum ata që në të rast çfarë kishin një rrugë panjollë. Do të vazhdojmë pak më vonë. Lum ata që të bekuar, në të njëjtën kohë lum të bekuar, kanë ata që në këtë rast ecin në ligjin e Zotit. Ky grup personash është i bekuar. Janë të bekuar. Sepse të bekuarit nga Jahve, tash kur shkel ligjin e Atit nuk je i bekuar. Kur je në mëkat, nuk je i bekuar, sepse mëkati është shkelja e ligjit. Dhe kur një person vazhdon të shkelë ligjin, nuk trashëgon tokën. Por ata janë të mallkuar dhe do të shfarosen. Okej? Kush janë të mallkuar? Ti qorton kryelartët që janë të mallkuar përse? Sepse ata largohen nga urdhërimet e tua. Psalmi 119 foli për ligjin që në fillim, duke qenë panjolla, duke ecur në ligjin e Zotit. Konteksti, ligji, fjala, mësimet, urdhërimet e tija. Tani, ky grup persona që nuk mbante urdhërimet e atij ligjit ishte i mallkuar dhe ishin të qortuar prej Atit, sepse kishin zemrën kryelartë. Tani, një zemër e përullur, zbaton ligjin,
merr të mirën, trashëgon tokën, nuk shfaroset, nuk është i mallkuar. I bekuari që zbaton ligjin e Atit. Sepse këta njerëz të shtamë, pak më përpara ishin të bekuar. Ishin të bekuar. Lumë të bekuar janë ata, realisht nga anglisht e të bekuar. Blessed are the undefiled, të panjollshëm në të rast, që nuk janë të njollosur. Blessed are, të bekuar janë. Dhe këtu është shkronja e parë Atit, Alef, e alfabetit hebraik. Janë të katra shkronjat, prandaj është Psalmi 119 është shpata tënde. Lexoj një në jetën tënde. Të bekuar ata që zbatojnë ligjin e Atit dhe nuk rrëzohen. Nuk rrëzohen. Tani, largohu nga e keqja. Tash i njëjti psalmist tha pak më përpara, më vonë në Psalmin 119, ku jemi në 37, por njëjti Davidi thot më vonë që janë të bekuar ata që ecin në ligjin e Zotit. Tani, ko largove nga ligji i Zotit, nuk jemi bekuar dhe hyn në të keqen, por thotë do të largohu nga e keqja dhe kështu do kesh një banesë të përjetshme. Banesa e përjetshme ti vjen, që ishte ruajtur nga engjëll. Është ruajtur nga engjëjt. Në qytetin e ri, Jeruzalemi i ri që thot nuk flitet, 1000 vjeçari, çfarë do ndodhi? Kush e sy hyn, çfarë janë dinamika, si janë të lidhur profecitë.